Këngëtari i njohur habit me deklaratën e papritur e një Jozi nga jashtë, zbulon detaje të errta nga shkuara në burg në Zvicër, pas incidentit të ndodhur në gjysmën finale në Big Brother VIP, ku Jozi goditi fizikisht gjestin gjatë transmetimit të drejt për drejt, kanë reaguar si figura të njohura të skenës, por edhe publiku i gjerë. Një ndër to ishte edhe këngëtari Labinot Rexha, i cili ka ndarë më shumë informacione në lidhje me të kaluarën e Jozit, i ftuar në një emision së fundmi për të folur për situatën mes Jozit dhe Gjestit, pasi Rexha u shpreh se edhe ka pasur njohje me Jozin. Ai tregoi më shumë detaje. Rexha u shpreh se Jozi ka pasur një të kaluar problematike, duke pretenduar se ka qëndruar në burg në Zvicër për një periudhë disa vjeçare dhe është futur për shkak të dhunës ndaj femrave, teksa u shpreh: her pas here ka qenë agresiv shumë, ka talent shumë të madh, këndon bukur, por derisa ishte në Zvicër, kishte qenë në burg mbi 3 vite me sa di unë dhe njihet si një djalë agresiv. Deklaratat e Rexhës kanë ngjallur diskutime të gjera në rrjet se si mundet që produksioni ta fuste pas kësaj deklarate, teksa Rexha vijoi duke shprehur keqardhje për familjen e Gjestit dhe tha: më vjen shumë keq për familjen e Gjestit, Jozefin Marku, haram të qof buka ime dhe e gjithë shqiptarëve të Kosovës që të kanë mbajtur me bukë derisa isha në Zvicër, humbe karrierën sado pak që e krijove. Vetëm unë më kanë ardhur me 10 kërcënime herën e parë pasi e mbrojta. Thash se do ishte diçka e kalueshme pasi e njihja Jozin që në Zvicër, edhe atij u dha një shans i dytë në vend që të qëndronte me Gjestin për t'i dhënë një mesazh publikut se ka kaluar atë moment, bëri këtë që bëri, i humbi veten karrierën muzikore, ka punuar me mua në Zvicër si këngëtar, e kanë ndihmuar shumë kosovar pasi ishin edhe vendet e limituara për këngëtar, e me thënë të drejtën kishte edhe këngëtar të tjerë nga Kosova që nuk i morën përpara Jozit. Kjo pasi edhe në Kosovë shumica e diasporës janë me origjinë nga Kosova, Presheva e Maqedonia, nuk ka shumë të Shqipërisë. Pak para se të futej në Big Brother, kam pasur një bisedë me Jozin pas shumë vitesh. Patëm një bisedë miqësore, teksa më tregoi se ka rënë në burg për shkak të dhunës ndaj të dashurës. Me sa di unë, ka qenë në një lidhje me një vajzë nga Ferizaj dhe për shkak të përsëritjeve të dhunës në familje, kodi penal në Zvicër e dënon shumë ripërsëritjen dhe kjo ka bërë që të qëndroj plot 3 vite i izoluar në burg. Nuk e di pastaj, vetëm kur e pash që hyri në Big Brother, por e dija që nuk e ka të gjatë, duke njohur gjaknëzëtsinë e tij, përfundoi këngëtari Labinot Rexha.